Jemi live në mëngjes në këtë transmetim të drejt për drejt, ku do të flasim për ekonominë, e cila mund të themi se kalon gjurmë në disa pika në 6 muajt e parë, teksa bëhet indikator edhe për atë se çfarë pret Shqipërinë në 6 muajorin e dytë. Pikërisht një analizë për këtë do të bëjmë mëngjesin e sotëm me në studio analistin dhe gazetarin e ekonomisë Bardh Sejdarasi, i cili na është bashkuar. Faleminderit shumë që jeni këtu. Kënaqësi si gjithmonë. Çfarë mund të themi për performancën e Shqipërisë në këto 6 muaj të ekonomisë? Si do ta përshkruanit? Po ka tregues të ndjeshëm zyrtar, tregues që i kanë dhënë një fytyrë tjetër ekonomisë. Ka një qëndrueshmëri, ka rritje ekonomike. Rritja ekonomike për 6 muaj shkoi 3.7%, qeveria pretendon vitit aktual të shkojë 4%, është një rritje që është më e madhe se rritja mesatare e Ballkanit, madje më e madhe se rritja e Europës. Gjithsesi, duhet të kemi parasysh kur bëjmë këto krahasime, duhet të kemi parasysh nivelin në cilin ndodhet ekonomia shqiptare. Kam shumë të ardhura, sigurisht, sepse ka një performancë të mirë fiskale, si kundër e vlerëson dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, gjë që do të thotë që ka një administrim të mirë tatimor në gjykimin tim. Përveç të tjera, ka dhe një rritje të bizneseve që është e çuditshme, pa shifrat dhe 1.3 miliard më shumë nga bizneset ishte një gjë befasuese, po të mendosh vetëm për 6 muaj. E njëjta gjë ndodhet edhe me rritjen e pagës, paga mesatare apo edhe në sektorin publik dhe privat, tashmë ka një nivel shumë të lartë se sa kemi patur, 1.039 euro nëse gaboj shifrën që është tek publiku dhe diku te 830 ca euro që është tek privati, si pagë mesatare, po flas në euro, për që në më të thjeshtë, gjë që thotë që ka një rritje shumë të ndjeshme, krahasuar dhe me 6 muajin e parë të vitit 2025. Pra, në përgjithësi, treguesit makro, këtë treguesi përmenden zakonisht në këto buletina apo informacione që kanë institucione ndërkombëtare apo qoftë edhe qeveria shqiptare, janë tregues që flasin për një rritje të ndjeshme ekonomike dhe madje për një qëndrueshmëri në këtë rritje ekonomike, gjë që të bën të besosh që edhe në 6 muajt e dytë të vitit do të kemi të njëjtën performancë. Kjo lidhet jo vetëm thjesht me qëndrimin që kanë administratat, qoftë administratorë publike, qoftë tatimore, qoftë doganore, po dhe me një tendencë të dukshme që kanë vënë re tek bizneset, veçanërisht te bizneset, sepse duhet përmendur që rreth 90% prodhimit të brendshëm bruto prodhon bizneset dhe qeveria. Pra ka tendencë për të patur tregues në rritje, ka tendencë për të avancuar, ka tendencë që bëjmë përshtypje ndërmarrjet e reja që krijohen. Janë një numër disa mijë ndërmarrje që krijohen, që regjistrohen për të parë, duke menduar gjithsesi edhe këtë situatën tjetër hibride që kemi, sepse rritja ekonomike është një gjë, që është një term ekonomik, po ajo nuk përkthehet gjithmonë në mirëqenie për qytetarët. Dhe kjo është problemi i madh, ky është problemi edhe i protestave, kemi rritje ekonomike në krau tjetër. Në përgjithësi kështu ka qenë. Bota nuk e njihte treguesin e rritjes ekonomike, nuk e përdorte. Në përgjithësi bota ekonomike nuk e përdor për të treguar se si është mirëqenia e një vendi, zakonisht e përdor për të treguar trendin ekonomik të një vendi, dhe prandaj edhe krahasimet kështu bëhen kaq % në vit në raport me GDP-n. Ajo që është më ndjeshme tani dhe që po përdoret vazhdimisht është pikërisht niveli i mirëqenies, se sa ndikon kjo rritje ekonomike dhe mirëqenia. Pra, ne mbledhim shumë të ardhura, ne kemi marrë 400 e sa, por si shpërndahen dhe cilat janë pastaj sektorët që prioritar që cakton një qeveri dhe një tjetër. Nëse ne themi për shembull që për 6 muajt e parë të këtij viti ne kemi patur tendencë rritje në shërbime, veçanërisht në turizëm, sepse rritja e turizmit është megjithmonë të ndjeshme, ne nuk themi dot të njëjtën gjë për industrinë dhe për bujqësinë. Pra ne kemi për të disatin vit me radhë, minus 0,29, nuk është një shifër shumë e madhe, por gjithsesi është me minus. Pra ka tendencën që sektorët të cilët kanë peshë të ndjeshme në ekonomi, bujqësia ka patur peshë të ndjeshme në ekonomi, rreth 16% prodhimit të brendshëm bruto, apo që kanë një numër shumë të madh të punësuarish, nuk arrin dot që të vitalizohen, pra që të kenë një përfitim më të madh për ata që realisht punojnë bujqësia, apo qoftë edhe për shtetin në kuptimin e eksporteve që vinë nga bujqësia shumë rrallë. Po krahasimisht edhe me vite përpara kur bujqësia ka qenë promotor i ekonomisë. Nuk e kemi më, është çudi e madhe, po unë gjykoj që veçanërisht recensioni 3-4 viteve të fundit dhe sidomos nevoja për ta kthyer më shumë vështrime nga bujqësia i mungon qeverisë. Ne kemi projekte dhe programe të ndjeshme që kanë të bëjnë me financimin apo subvencionimin e bujqësisë. Janë programet kombëtare. Kemi patur programet e Bashkimit Evropian, siç është i parë 1, 2 apo 3, pavarësisht problemeve që kemi me i parë. Po ne nuk kemi gjetur ende mekanizmin
për të avancuar bujësinë, pra për të siguruar të ardhur nga bujësia, për të siguruar që pesha e bujësisë në prodhimin e brendshëm bruto të jetë shumë se kaq siç ka qenë. Edhe pse është propozuar një skemë re në Janë disa skema, vit për vite, janë disa skema, janë edhe skema favorizuese, skema e naftës, skema e tanishme, subvencionet e shumta që janë bërë, edhe pse ne bëjmë gjithmonë krahasime midis Shqipërisë dhe vendeve të rajonit, dhe themi në tre rastet që jemi më pak se ky apo më shumë se ky. Problemi është te produkti final, domethënë ne sot e kemi bujësinë në nivele shumë të ulta se që kemi patur. Në bujësi sot s'kemi njerëz, pra në mungon fuqia punëtore, sepse shumica e njerëzve kanë ikur. Kemi probleme të mëdha me bregtorinë në bujësi, sepse ende nuk po arrim dot të sigurojmë produktet kryesore bazë. Është e keqardhje e madhe në fakt kur shikojmë për shembull që kaq njerëz sa kemi mbetur në Shqipëri të fillojnë dhe të kërkojnë qumësh në Serbi, apo qumësh në Çeki, siç marrim ne kështu me radhë. Pra, nuk prodhojmë nevojat bazë, nuk arrim dot disa herë edhe të prodhojmë për konsumin e bujësisë, për ata që punojnë bujësi që të marrin produktet e tyre. Ka të tregues të mirë që janë pranueshëm, për shembull kemi tregues të rritjes së eksporteve, të një pjesë të mirë të produkteve që veçanërisht atyre që kanë sezonalitet më të lartë të krahasimit me vendet. Kjo me importet dhe pastaj me thënë drejtën është një gjë shumë e çuditshme, dhe unë them, kur them për shembull që kanë ardhur kaq miliard euro nga emigracioni, 1.3 kemi patur 2 miliard tani së fundi, dhe kur mendoj pasaj që pothuajse kaq ose afërsisht sa kaq na dalin për importe, them zoti i madh, ne na dërgojmë para njerëzve që i përdorim këtu dhe ne pasaj shkojmë blejmë domate në Holland, patate në Turqi, në Siri, që të unë kundo në këto vende që është një bezdi shumë e madhe. Dhe kjo prapë është një çështje që lidhet me politika, është një çështje që lidhet me prioritetet që një qeveri duhet jap, cila do qeveri, nuk ka rëndësi fare në Shqipëri, sepse kështu ka qenë me të gjitha qeveritë në 35 vite. Po ku kemi patur në suksesin, le të themi, për të konsideruar në rritje ekonomike në Shqipëri që folëm pak më parë? Kemi patur te kontributi që jep biznesi privat, kemi konsolidim të biznesit privat, kemi një maturit kompanive shqiptare, të cilat tashmë jo vetëm që i japin atë produkt që japin në Shqipëri, po një pjesë e mirë e tyre kanë filluar që edhe të shikojnë jashtë Shqipërisë. Kemi shumë kompani që investojnë në rajon dhe më gjërë. Kemi kompani shqiptare në Kosovë, kemi madje deri në Amerikë po doni, kemi kompani të cilat investojnë, gjë që tregon që një pjesë e mirë e tyre kanë arritur tashmë që të maturohen, të kenë atë performancë që duhet, të menaxhojnë shumë mirë burimet njerëzore. Po flasim për rritje ekonomike të centralizuar apo është për ndarje edhe tek qytetarët? Jo, rritja është, nuk e kemi dot centralizuar se tash varet nga politikat prioritare që nxjerr qeveria. Ne kemi një rritje ekonomike e cila deklarohet kjo që është dhe është e madhshme, realisht është e madhshme. Unë jam në një sektor ku jam e detyruar që të jem pjesë e këtij sektori, të Instatit dhe në radhë, dhe janë tregues të cilët janë sipas një metodologjie të Organizatës të Kombeve të Bashkuara, pra nuk është se ne bëjmë ndonjë gjë të ndryshme nga shtetet e tjera. Ne punojmë mbi standardet e Bashkimit Evropian tani, për shumë kohësh, dhe mbi standardet të njohura, metodologjia e llogaritjes prodhimit të brendshëm bruto, të inflacionit dhe kështu me radhë janë standarde. Rritja është pikërisht në këta sektor, pra po potencialet që ka Shqipëria, potencialet që ka ekonomia shqiptare, sigurisht që nuk janë shfrytzuar sa duhet. Pra mund të themi që turizmi dhe ndërtimi e dominojnë edhe kanë qenë, le të themi... Turizmi dhe shërbimet, sigurisht edhe ndërtimi është në pjesë janë dominojnë për arsye tashmë që dihen. Ne kemi patur një promocion të jashtëzakonshëm të turizmit edhe nga njerëz që s'ta merr mendja, siç janë influencerët apo blogerët e kështu me radhë, të cilët i kanë dhënë Shqipërisë një hapësirë shumë të madhe në rrjetet e tyre dhe kanë tërhequr numër shumë të madh njerëzish. Nuk ka patur Shqipëria tendencë edhe në projektet më të mira që kemi bërë në qeveri që nga 2.5 milion vizitor, po i quaj tani, sepse shumica i quajnë edhe turistë, po udhëtar, po them, të shkojmë tek 12 milion, apo të fitojmë 5.2 miliard në vitin që shkoj, pra të ardhur që vinë nga turizmi. Pra nuk kanë qenë të tilla këto treguese, nuk kemi patur edhe në strategjitë kemi hartuar, nuk kemi patur kaq të zhvilluar pikërisht element. Nuk mund të thoshim që aeroporti i Rinasit do të kishte këtë trafik. Do të kishte 360 fluturime në ditë, domethënë 322 muaj që shkoi, pra në gjitha projektet që janë bërë, edhe Vlora fjala vjen tani që është i gatshëm, kur është bërë pjesa e planimetrisë preventive edhe kur janë parë projektet, nuk e kemi patur kur këtë fantazinë që të shkonim deri në këtë nivel. Po kjo ndodh. Ky është fakt. Turizmi tashmë është ajo pjesa e luanit për ekonominë shqiptare dhe të ardhurat janë shumë të ndjeshme, dhe të ardhurat në total, si të ardhur, po edhe të ardhurat që fiton buxheti i shtetit. Madje po të mendojmë që atë pjesën më të keqe që kemi në informalitetin, të ardhurat janë shumë më shumë se sa kaq sa deklarojnë. Askush nga ne nuk thotë dot që të gjithë deklarojnë sa fitojnë. Pra të gjitha ato shtëpi që jepen me qira sot, apo të gjitha ato shtëpi që përdoren për turistët, janë deklaruar dhe kanë paguar detyrimet.
shumë pak kjo gjë. Ne kemi për shumë një tregues interesant. Ndjese, po ju në presne po flasim patjetër për këtë rritje ekonomike, po lidhet kjo edhe me mirëqenien e qytetarëve, sepse nëse ne ndalemi të shumë analiza që kemi parë gjatë muajve të fundit dhe flastu edhe për raporte, tregojnë që shqiptarët e kanë të vështirë jetesën, nisur edhe nga le të themi shifrat e rritjes së çmimeve apo dhe të vështirësisë që hasin në përditshmërinë e tyre. Sa ka të bëjë kjo rritje ekonomike edhe me mirëqenien që kanë shqiptarët sot? Kjo është një pyetje e bukur dhe e cekëm pak më përpara që ka të bëjë me rispondencën e të ardhurve. Shiko, nuk mund të ketë mirëqenie në momentin që ne e kemi nivelin e pensioneve sa 8% e një pensionisti në vendin e Bashkimit Evropian. Gjë që tregon që reforma e pensioneve që u nis disa herë dhe po vazhdon tani copa dhe s'ka një reformë të plot pensioneve, do thotë që kemi dështuar. Ne nuk mund të flasim për rritje të mirëqenies, po të shikojmë edhe pagat, edhe këto paga që përmendën. Ne thamë që do ta kalojmë 900 euro, që ne famshëm, po ata që janë rrotullnesh kanë kaluar 1200-1500 sot, që nga të gjitha shtetet që kemi rrotullnesh. Niseni me Serbinë, po doni që është lider në rajon. Pra, ne duhet ta përkthejmë pikërisht ritëm të rritjes ekonomike, apo këtë rritje ekonomike të deklaruar duhet ta kthejmë pikërisht në këtë mirëqenie të njerëzve. Dhe mirëqenia e njerëzve vjen në momentin që duhet ta afrosh për qytetarët pensionet dinjitoze, po e përmend me pensionistët se janë kategori më e madhe, 770.000 pensionistë, po edhe tek të punësuarit, edhe te pagat. E kemi këtë problemin e madh që i deklarojmë pagat dhe unë thash ka një rritje 1.029 euro, sa që është paktën shifra e fundit që mbaj mend paga mesatare në sektorin publik, apo qoftë edhe 835 euro që është në sektorin privat, nuk besoj që janë pagat reale që kemi ne. Në shumicën e rasteve nuk arrim dot që t'i deklarojmë të plota pagat. E unë e shoh këtë të sistemi pensioneve, të sistemi kontribuzve. Ne nuk mund të kemi 1.17 kontribus për një pensionist. Pra ne sot kemi nivel më të ulët dhe kemi patur 4-1, punonin 4 veta që të merreshin pension. Sot e kemi 1.17 njerëz paguajnë pension. Madje kemi një gjë tjetër, që paga mbi të cilën paguajnë kontributet nuk është asnjëherë pagë reale, është një pagë gjithmonë me ulët, qoftë paga minimale kështu me radhë. Pra, të gjitha këto që janë çështje që lidhen me administrim, çështje që lidhen me politika, çështje që lidhen me qeverisjen e një vendi, e bëjnë pikërisht këtë element të dukshëm që kemi rritje ekonomike, por nuk kemi rritje të mirëqenies në një kuptim. Ka një mungesë të sinqeriteti, qoftë kontributet që ne përpiqemi t'i japim edhe të derdim në arkat e shtetit, edhe nga ana tjetër edhe mes njëri tjetrit. Për shembull, askush nga ne nuk e tregon se sa para kanë bank, megjithatë të dhënat tregojnë që kursimet e shqiptarëve janë rritur. Pra, nëse i referohemi. Kjo do të thotë një lloj mirëqenie në vetvete apo një mungesë të themi një frikë për të investuar ato para? Ndikojnë shumë faktor. Jo përmendet kursimet e shqiptarëve, unë po përmend edhe jetesën apo mbi jetesën e shqiptarëve. Shiko, po ju japin shifër që mbase japim për parë në televizion që ka të bëjë me një studim interesant që lidhet midis vitit 2020-2025 për remitancat, po flas vetëm për dërgesat emigrante. Ne kemi patur një rritje që shkon diku te 66% në këto 5 vite. Pra, është rritur sasia e parave që ka ardhur. Po kemi patur vlerën e këtyre parave vetëm 31%. Çdo të thotë. Nëse tani po jap shifrat eksakte, kemi marrë rreth 29 miliard lek në të gjithë të periudhë, në këto 5 vite. Euro, se këtu ka dhe vend. Po i këmbej që t'jenë të sakta sepse ka dhe dërgesa në dollare kështu me radhë, po them në lek me që i ka Banka e Shqipërisë këto shifra. Ne na ka ndodhur që brenda këtyre 5 viteve për çdo vit të kemi diku te 6 miliard lekë të humbura, që nuk kalojnë tek qytetarët, që nuk kalojnë te depozitet me që përmendet. Të këto janë për efekt të kursit të këmbimit. Pra, vetëm në këto 5 vite, shqiptarët kanë humbur çdo vit nga 5 deri në 6 miliard, pra që 29 ta pjesësh me 5 vite. Gjë që do të thotë që emigranti të afërmit që punojnë jashtë shtetit, në momentin që dërgojnë dhe siç u thash, veçanërisht në vitet e fundit remitancat kanë qenë shumë për shkak të këtë nivelit të rritje të migracionit. Shumë njerëz që kanë shkuar në këto 2-3 vite. 2 miliard nuk janë pak, janë shumë. Po të mendosh tani me kursin që kemi patur, po them në 2020 130 pikë me 93 që është sot, 92 pikë që ka filluar të ulet prap, e shikon që ke 6 miliard lekë vetëm të avulluara vetëm për shkak të kursit të këmbimit. Për të mos thënë për tjerët. Ka dhe tregues që është pozitiv. Mo them ty që ne sot japim shumë 6 miliard ka 1 miliard më shumë kredi për bizneset. Ka shkuar 10.2, 10.3 miliard stoku i kredive që marrin bizneset në euro. Që do të thotë që ne kemi dhe mundësin tjetër që kemi aq potencial në banka, në kursime, sa mund të japim 2 fishin, 3 fishin e kësaj, sepse ende e kemi këtë mundësi. Vile politikët e fundit qeverisë, dy fishov si përmarrjen tënde, apo qoftë edhe
garancit sovrane që jep shteti për sektor të caktuar, si që është fasoneria, fjera vjen, apo edhe sektor të tjerë, tregojnë që janë mundësit, por vetëm thjesht duhen projekte të mira dhe duhen njerëz që të kenë mundësi që të përfitojnë këto kredi. Pra, depozita kemi, rritje depozitave kemi, dhe unë gjithmonë ngulmoj dhe them që duhet të stimulojmë rritjen e mirëqenies ekonomike, duhet të stimulojmë paga më të larta, duhet të stimulojmë formalizimin e plot, qoftë sektorit pagave, qoftë sektorit punës në përgjithësi. Dhe pastaj duhet të mendojmë që mos tatojmë këtë tatim që kemi ne, që tatojmë vetëm pagat, po të tatojmë veçanërisht kapitalin. Ne nuk i tatojmë kapitalin e sa duhet. Ne tatojmë nga 13 deri 23% çdo pag tonën, po tatojmë 8% kapitalin. Dhe mendojeni që është një gjë që është një çik e vështirë për të kuptuar që biznesi fiton, ka fitim të madh, sigurisht që çdo kush që fiton, kur i thosha studentëve në fillim që vetëm nga dy gjëra nuk shpëtojnë njerëzit në jetën e tyre. Nga vdekja dhe nga taksat. Kjo është në rregull një, nuk e themi ne, është aksion, pranohet pa vërtetim. Pranohet pa vërtetim. Prandaj them që ka disa elementë në cilat realisht duhet ndryrë qeveritare, duhen politika qeveritare dhe duhen që shteti apo shtetet në përgjithësi ta menaxhojnë çështjen që vjen nga të ardhmët edhe nga fitimi i tyre. Për ta përmbyllur, jemi në minutën e fundit. Si analizuam pak a shumë këto 6 mujor të parë, si pretendohet të shkohet tashmë në pjesën e dytë të vitit, pra si duket trendi? Shiko, ne kemi disa detyrime që vinë nga integrimi bashkëkombëtar evropian dhe në përgjithësi e shoh që institucionet janë shumë korrekte dhe shumë të gatshme që të respektojnë standardet që ka bashkëkombëtari evropian. Kështu që shohim performancë të mirë që lidhet me tatimet e taksat. Në dogan kemi parafrim legjislacionin, tatime, kemi një sistem të ri edhe madje investime të reja që lidhen veçanërisht ato që lidhen me inteligjencën artificiale. Kemi më pak inspektor, po tani që kanë punuar në këto institucione që shkojnë në teren. Tani punohet nga zyra. Tani saktojnë tatimet e taksat nga zyra, tani edhe kontrolli bëhet nga zyra. Kjo është arsye që kemi një rritje të jashtëzakonshme të ardhurave, të performancës tyre. Dhe gjykoj që kjo do të vijojë të jetë edhe për vijimin madje deri nga viti 2029 do jetë kjo, sepse do kesh ato që kanë mbi kokë, që është kjo pjesa e detyrimit për të deklaruar në çdo rast performancën e institucioneve, sikur të deklarojnë tër kapitujt me radhë. Tani ne po flasim për Zvërnesën, për Sazanin, po ka grupe të caktuara njerëz që po punojnë për të kapitullin 27. Janë 1716 njerëz me 41 ekipe që punojnë vetëm për Bashkimin Evropian në institucione. Të them që kjo performancë dhe kjo çekiç po e quaj tani mbi kokë që i ri institucioneve është normale që do të jap frutet e veta dhe unë shpresoj edhe më shumë se kaq. Jo vetëm kaq, edhe më shumë se kaq. Faleminderit shumë që ishit lënë. Edhe unë falenderoj për fjalën. Kënaqësi gjithmonë ju. Faleminderit ju. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak, do të ndalemi tek zhvillimet nga arena ndërkombëtare, janë të shumta të lidhura me luftën, kështu që vetëm pas pak flasim.